vllajt Afilit nga Uqa, Selim Sokoli 27 vjeçar nga Uqa, i biri Sokol Ademit, vëlla i Çol Bajraktarit, Recep Ademi nga Gjakova, Kapter nga Rahovec, Gani Bokshi nga Gjakova, Mehmet Boshnjaku nga Razhaja, Ali Ymeri 18 vjeçar nga Gjurgjeviku i Madh, në atë betejë mori 19 plagë. Shpetoj, u ballafaqua me shumë sfida dhe ai është i gjallë. Në moshën 81 vjeçare e kemi këtu në mesin tonë. Si pasojë e luftës së Qelis u vran edhe Civil Duar That. Në Jellëc me 14 shtator 1945 u vran nga e njëjta brigadë Tafir Bajram Raci 44 vjeçar, Imer Ali Raci 36 vjeçar, Reç Khalid Raci 38 vjeçar, Sedin Fazli Raci 39 vjeçar, e Vesel Sali Raci 31 vjeçar. Dërson si u vran Isuf Kejdesku, Sadik Meserdesku, Rustem Cana, Musta Eraci, Isuf Seqir Qaka, ish rroftari Musës, Ben Dauti Banicës, Hajri Skjoni e shumë të tjerë. Në Gjurgjevik të Madh u vran Tafir Seletushi e Kadri Seferi. Për të gjithë këta dëshmore martirët e kombit, e të gjithë dëshmorët e tjerë që ranë ndërpreza për çlirim me bashkim kombëtar, lutim për 1 minutë nderim. Lavdi. Ftoj që ta merr fjalën njeriu i parë i komunës së Klinjës, kryetari Sokol Bashota, ish zëvendës komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës, e nim i luftetarit e njohur Man Bashota, bashkëluftëtar besnik i këtyre trimave që po i përkujtojmë sot. Të nderuar pjesëmarrës e kësaj akademie akademore zonës së Zotërisë. Në emër të Kuvendit Komunal të Klinjës dhe qytetarët të komunës së Klinjës, ju përshëndes dhe ju dëshiroj mirëseardhjen në këtë akademi akademore që sot po e mbajmë me rastin e gjatë të 3 vjetorit të luftës së Qelisë, e cila është një ngjarje shumë e rëndësishme në historiografinë tonë kombëtare. Lufta e Qelisë që është mbajtur para 6 dekada paraqet, një nga epokat më të rëndësishme të luftave tona gjatë gjithë rrugës sonë historike. Kështu që në vargojnë të gjatë të betejave tona në përdallëgjet e historisë qëndron edhe lufta e Qelisë, kjo lëvizje e cila edhe më shumë zgjojë ndërgjegjën kombëtare për të vazhduar luftën dhe përpjekjet për shlirimin e trojeve etnike. Duke përkujtuar këtë ngjarje të rëndësishme historike, bindemi se vërtet qëllimi jeshor i të gjithë atyre që morën pjesë në këtë lëvizje qeverimtare dhe të atyre që frijuan për idealin e lirisë ishte liria dhe çlirimi i trojeve etnike, ku edhe numri i tyre është mjaft i gjatë dhe çdo që nuk e potencojmë në këtë rast do të hyjmë në hak, si e Shaban Sadiku, Sadik Lutoni, Mari Shtoku, Ismail Hajdari, Trimat nga Uqa i Stokut, Alur Smoni, Zevdemar Sokoli, Hasan Miftari, Adem Shola, Pjetër Toma, Bote Teresnikut, Roganat e Shanisës e shumë të tjerë. Janë këta martirë dhe dëshmorë të kombit të cilët nuk u bajtuan me okupimin e tokës së tyre të lorë me gjak dhe shekull. Këta nuk deshën se trulli i tyre i lashtë i lirë dërdan të jetë nën theprat e okupimit të gjaksohet shekullor, që në kullat e tyre të vite slavisht, por u martirizuan që ata të mbesin si që janë sot fortesa e fole shqiptarie. Këta plakaton lirije ranë heroikisht duke sfiduar bombën cakatare të pushtetit të okupuesor dhe gjatë historisë e këtij populli kishin mbështjellë në zi shumë që gjatë historisë e këtij populli në zi kishin mbështjellë shumë nëna shqiptare nga Dugazini, Delnica, nga Karadoko, Portriku, nga Anomorova, e Shora Bajgorës dhe shumë vise tjera shqiptare që u shkerin me nacizmin e rend slave. Mirë por kur nuk ju nështruan se e pëlqyen një vdekje të madhërueshme për të qenë të pavdekshme. Me emrin e kësaj divizje dhe të grupeve të lavdishme lidhet edhe emri i luftetarit dhe atëtarit të shuar të Kosovës, profesor Berberishës,
të këtij kolosit të devotshëm të kombit, ku nëpërmjet këtij kësaj ngjarje historike dhe përkujtimit të këtyre figurave të ndritura të kombit, shpalosim edhe shumë faqe të ndritura të historiografisë sonë. Pra, me emrin e profesorit Berberishës lidhen edhe shumë ngjarje historike, shumë betejë dhe lëvizje, çdo gjë në shërbim të shënimit kombëtar. Lufta e Qelisë ishte një nga epopet legjendare të historisë së popullit shqiptar, vazhdim i luftës për realizimin e idealit të lartë e të shenjtë kombëtar. Ajo që një luftë e bijve të popullit shqiptar që u krijuan për votrat e tyre. Akti i tyre i vetmohimit dhe sakrificës qëndron në themel të qëndresës së përgjashme kundër politikës shoviniste që tashmë ishte veshur me pjesën komunist. Në krye të kësaj lufte qëndronin prejes tradicional popullor, adhetar të vështuar të familjeve me në zënë të trujeve etnike. Ishte kjo një luftë armatosur e drejtuar nga forcat demokratike. Dua të theksoj se pikërisht kjo qëndron edhe vlera e kësaj qëndrese heroike në kohë dhe rrethona shumë të vështira kombëtare. Ndonse ajo u shua, u bë simbol i qëndresës për liri e pavarësi në periudat e mëvonshme. Qëndresa e kombit shqiptar në Kosovë dhe në lëvizjet të tjera etnike vazhdoi edhe me tutje. Kjo qëndresë në përshtatje me rrethonat e kohës vazhdoi deri në vitet e fundit të shekullit të kaluar, ku u sublimua me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lufta e fundit e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte vazhdimsi e të gjitha lëvizjeve të mëpashme dhe të gjitha përpjekjet të vazhdueshme të gjitha kohërave dhe fal luftës së saj heroike dhe gjakut të derdhur, neve sot na është krijuar mundësia që veprat madhore të gjithë dëshmorëve të kombit t'i përkujtojmë dhe ndërrojmë me pietet. Pjesëmarrës të nderuar, edhe kjo ngjarje që po përkujtojmë sot, të gjitha ata martirë dhe dëshmorë që morën pjesë dhe u krijuan për këto, do të mbeten fanar të ndritur të këtij kombi. Emri i kësaj ngjarje të rëndësishme historike do të mbetet simbol i qëndresës sonë heroike, po ashtu dhe emri dhe vepra e tyre që gjakun e tyre i adhuruan tokës menës Kosovë, do të na nderojnë për herë. Veprat e tyre janë të pavdekshme dhe përjetësisht të paharruara. Këtë luftë e cila ka hyrë në historinë e luftës shëndetare të Kosovës dhe këta dëshmorë të kombit, të cilët po i përkujtojmë sot, me emrin e të cilëve lidhet kjo luftë dhe lëvizjet tona shëndetare, për herë do t'i kujtojë historia. Lavdije për jesme të gjithë dëshmorët e kombit. Amen. Doktor Aslan Krasniqi, në kumtesën Lina me rrëthim në valet e historisë. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri. Në rastin e kësaj akademie të shenjtë, kam përgatitur kumtesën time 63 vjetori i betejës së Qelisë. Historia e popullit shqiptar është histori luftrash, po vendesh e përpjekjesh të pandërprera për liri dhe shenjë kombëtar. Lina me rrëthim, një pjesë e vogël e Shqipërisë i dha kombit figura dhe ngjarje të mëdha të historisë. Këton ishin aktive në luftat e ligjeve së Prizrenit për mbrojtjen e tërësisë toksore shqiptare. Nga këtu dolën Rem Brini, nga ujmije i bashkëluftar i Emir Sokolit, Sadi Krama nga Gjurgjeviku, komandant i kërmbritjeve shqiptare që nga pushtimi serb i Kosovës dhe i lëvizjeve kaçake, profesori Berberisha, komandant politik, e Uk Sadiku, komandant ushtarak të ushtrisë shqiptare të luftës së dytë botërore dhe komandant e luftëtar të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, me në krye komandant Muj Krasniqin, Kapuqin, Kaçapiqi e personalitete këto që ja rritën namin kombëtar Klinës me rrëthim. Luftëtarët të këtyre anëve të prirë nga Gjizeka, në grupin e numit Klina, i thanë Dervish Pashës, ndalë, ose ktheu në prapsht. Këto anë, si gjithë Shqipëria nuk ka nevojë për dimrit e huajt. Pra, këto anë kishin ideologët e tyre të kushtës e të mendjes. Kërmbritja vitit 1919,
masakrat në Gjurgjevik të Malë, lufta në Dusht Fetës, përleshjet e burit natën për Graqë, varrimja Zembetës, lufta në Ploqic, Kuvendit të Përdorit, lufta në Qeli, lufta në Martë të Garacerës, strehimi i Paradrag dhe varrimi i Paradragës, vrasja profesori Merberishës, përleshjet në Bokshilç, vrasja në Bobaj të Bokës, e tjera janë njësën ngjarje shkurmore të historisë kombëtare që zhvilluan në këtë anë. Kosova po hynte në luftën e dytë botërore në një gjendje të ndërmuar të mjerueshme nga mbretëria e Jugosllavisë. E lodhur nga masakrat dhe shovenizmi tërbuar serb, ajo mori frymë maleshëm nga pas pushtimit fashist, edhe pse ata nuk sillen lirin. Me 1945 u përsërit ajo që kishte ndodhur me 1912 e 1918. Ajo që të ndodhte me 1968 e 1981, si dhe në vite që vijun deri në vitin 1999. Mirë po, populli pavarësisht nga rrethonat ditit të bënte organizimin e zdetës kombëtare. Dëshmi tjetër se këto ishin gjithmonë për krah luftës shtimtare kombëtare edhe lufta Ploqicës, e cila u bën me 21 tetor 1924. Kështu, forcat shtimtare të kësaj ane të udhëhequr nga Alusmoli Malpashota e tjerë e mbuluan me zjarr a armëve aron partizane serbo-qetnike të Rakoshit, e cila ishte vendosur në Ploqicë. Kjo jep të kuptosh se lufta nacional shtimtare për shqiptarët ishte trahtuar dhe partizanët e rinj kishin tjera shpresa. Ballkanasit po luftonin bashkërisht kundër fashizmit, që pastaj secili të bëhej çdo shtëpinë e vet. Udhëheqja e Komitetit vendosi që të mbajnë mbledhjen e dobërtor të Llapushës me 4-5 gusht 1945. Në konferencën e pesë kombëtare morën pjesë shumë udhëheqës e luftarë të lëvizjes kombëtare të kësaj ane e Magjerë. Grupet e ushtrisë kombëtare bërën linje të shpeshta dhe shprehën gatishmëri të takohen kur të kërkojnë nevoja. Grupi Alusmalit, Usadikut, Nupralleshit, Ymer Berishës, Qazem Baraktarit, Prezbojës, Malpashotës, Majlelës, Hajdar Malokut e tjerë ishin një lidhje të përhershme me grupe tjera në Drenicë. Vazhdimësia e luftës shtimtare të Drenicës dhe qendresës ndaj terrorit serb është edhe lufta në Qeli, me 12 shtator të vitit 1945. Këtu, grupi prej 33 luftarësh të Usadikut u përlesh rreth me poshtë të ushtrisë kushtuese. Lufta në Qeli e udhëhiqte Shaban Sadiku, Adem Qitaku e Feto Pella. Luftëtarët të ushtrisë kombëtare me vete kishin edhe radiostacion, me të cilën informonte Marin Shllaku për luftën që po zhvillohej në Llapush, Drenicë e tjerë. Ajo po ashtu informonte për gjendjen e mrekullueshme të shqiptarëve në okupimin jugosllav. Aso kohë Usadiku me një grup shokësh kishte shkuar për terren kontakt me Muharrem Baraktarin. Derisa zhvillohej lufta në Qeli, u ka me shok kishte arritur në malën mbi Ujmir të kisha e Petrovicës. Lufta u zhvillue tërë ditën e 12 shtatorit 1945. Ushtria jonë shtimtare kishte 2 mitraljez Taran e 2 të lehtë, parapërsisht 10 pushk e automatik e disa revolë. Kjo bëri që njësitë partizane të ushtrisë pushtuese të brigadës së tretë malazeze të Bokelit të rritën derisa nuk bëhen përforcime tjera ushtarake. Numri i madh i forcave ushtarake dhe pozicioni jo i mirë ushtrisor bëri që në këtë betejë të vriten 28 luftarë tanë, pati edhe të plagosur. Luftuar dhe ranë këtu së bashku përsëri Llapushas, Drenicas, Dugazilas dhe luftarë tjerë trima. Në Qeli u vranë Shaban Sadiku nga Gjyqi Malë, Ahmet Muja nga Gjyqi Malë, Smara Hajdari nga Gjyqi Malë, Gani Boshi, Mehmet Bosnjaku, Ahmet Imeri, Vllai Ahmet Imeri, Sadik Lutani nga Tujqesi, Bashkëtarja Azem Betës Sadik Ramas, Tabir Rama, Adem Shara nga Qitaku, Arat Murati nga Uqa, Barakzoni nga Klina, Senit Sokolin nga Uqa, Metina nga Uqa, Nepi Sadik Ramas, Isuperami nga Gjyqi Malë, Nepi Sadik Ramas, Gjemal Hoti nga Sniku, Musti Hoti vllai i Gjemës, Isa Hoti djali i Gjemës, Recep Ademi nga Gjakova, Zef Sokoli nga Jagoda, Mark Sokoli djali i Zefit, Hasan Iftari nga Shkoci, Brahim Rogan nga Shanica, Halil Rogan nga Shanica, Feto Pella nga Peja, Pjetër Berisha nga Lupërdoli, Zef Jetullon Bojnik, Hanil Smar nga Zhukëmal dhe Hasan Iftari nga Albanisa. Profesor Ymer Berisha, për të vrarë Qeli përmend 28 dëshmorë e rënë në këtë betejë, këtë betejë u plagosën.
Alimeta nga Gjumar, djalë luftëtarit shtuar me Timeri, i cili sot ruan plumbat në trupin e tij dhe e tërë Shqipërinë. Alus Smajli nga Lozica, Maria Shklaku studenta nga Shkodra, Ariza Qien nga Gjumar dhe Safar Ahmeti vllai Mujës, Muj Ahmeti nga Gjumar. Maria Uzumë Plagosi me Sarajevo, për nga u dërguar në punën me Mitrovicës dhe prandaj në atë Prizren, ku dënuar dhe ekzekutuar me disa shokë luftës. Maria Uzumë Plagosi me Sarajevo, në ekzekutimin e tyre që u bën në nëntor të vitit 1946 në Prizren, fjalët e saj të fundit parapartit të pushkatimit ishin: Kosovë sa shpredhëse të gjeta sot të pikluar po të le. Por, edhe në këtë qast të mbra, po i lutëm Zotin që gjaku im të bëhet dritë. Në ndjekin e ushtisë sonë kombëtare, ushtria Gendarmeria Kombëtare që të bën masakra dhe vrasjet në fshatat për atë qelis, si në Jelovë, Siqev, Gjyqëlik Madh e tjera. Në Siqev u vranë Mostrasi, Rustem Cara nga Shtarica, Isuf Sadintesku dhe një nga Rigjeva, pra rëktar i Kusës Isuf Qeta. Në Jelovë u vranë Sejdi Rasi, Tafil Bajrami, Recep Rasi, Ujmer Rasi dhe Veser Rasi. Në Gjyqëlik Madh u vranë Taft Zemer Kushi dhe Galrik Seferi. Pra, viti 1945, shatë vërtora në pasu në njëri, por pushtetin ushtarak të Ushtarisë, që ndresa për njëri në more tore në këtale, përstejt të rarë, thoi Zanjiri, la pusha të vajgjimi, burit përstejt e batë të luftës për të të mirë, si me Berishën, Usadikur, Alusmarit, Marpashotës, që dhe për atarit, do përleshën, për ezgojës e tjera. Përstejt gjosë të mi pople për botë të atisë. Janë këta bitë të tyranë të cilët të bashkuar në organizatën pesa kombëtare, bitë të gjitha punë interesit kombëtar dhe çështën bashkimit tokëve shqiptare. Sepse ende pa përfunduar lufta e gjendja e zakonshme, e kuptuar se çështja ideologjike dhe ajo kombëtare me rastin e Kosovës ishin në papajtueshmëri të plotë. Në shkurt të vitit 1946, nga Oslo u kap Mullajla Zbroj dhe Ahmet Bobaj, bashkëpunëtor të Lëvizjes Nacionale Demokratike Shqiptare dhe të Enver Berishës, të cilët u përshkatuar në Zllakuçan në avën e 10 shkurtit të vitit 1956. Vrasja pejtare të Lëvizjes Bejt dhe mëzdashme vrasja njerëzve të Osnës dhe shkëtorëve të tyre. Në ullën të Enver Berishës vritet një vëzhgues i Osnës në Istar, Arada Shtoshiqi dhe të sa të tjerë. Me 29 mars të vitit 1946 afër Gjakovës, Osna likuidoi Dostleshin nga Grabanisa, Pekshritin nga Prizreni, Gjën Qunin nga Tësniku, Zefaritin nga Grabanisa dhe Parush Prandin nga Dolci. Në përleshje me forca serbe të Osnës, në heres Gjakovës, një plumë goditi në kokë për vdekje profesor Enver Berishën. Vrasja këtij strategu prisë trupës shqiptare të Kosovës u bën me 11 korrekt në vitin 1946. Shokët e luftës e të idarit tërhoqen deri një vend të sigurt. Pasi ja morën dokumentacionin dhe armët, ata u larguan. Dokumentacionin u zohu Sadikur, ky material ishte fshehur në dhe rreth Milisi dhe për të cilët dilte vetëm Sadiku dhe shokët e tij. Sa fuqishëm sa të ngrojnë vargjet e poetit e profesorit Enver Berisha. Të bashkohemi me Shqipërinë, të mbrojmë kufijtë e dhëut, mos i bëjmë Skënderbeut. Pra, qëllimi kryesor i lëvizjes patriotike të luftës të luftarëve të lirisë në qeli, si kudo e kurdo në Kosovë ka qenë dhe mbetër. Shenjë i Kosovës, mbrojtja e Shqipërisë, bashkimi i dhëut dhe i gjithë popullit. Kjo lëvizje në Kosovë kur nuk humbi shpresën as në forcët e veta, as në përkrahjen e dhëut, jetë në të ka çmuar si shpëtim të kombit dhe të vetvetes. Përkundër masakrave në qeli, ku u vranë 28 luftëtarë Usadikur, luftëtarët e Enver Berishës nuk ndalën luftën. Në vazhdimsi të qendrës kishte lufta në Shmarit e Vlla Muratit dhe Ahmet Krajku në forcat serbe, deri ku vritën me flamurin e dorë me 1 prill 1946 në Gurbaz. Qendresa tjetër të Mustafi Pishit e Marpashotës në Martë të Lapçevës, të cilët ranë heroikisht në mars të vitit 46, por lanë edhe shumë nga armiqet në fushë betejë. Në këtë ku u bën në saso procesi gjyqësor, arrestime, likuidime, qëndrimi në mal i njësive tona ishte vazhduar, të lodhur në gjien e maleve dhe për shkak të maltretimeve të familjes të tyre, Nina Usadiku, Qazir Baraktari e Alexandria u detyruan për në sferë. Me 17 shkurt plus të 7 në sferë të Gashit u vranë Qazir Baraktari e Alexandria,
u sa di ku shpëtoj, i plagosur, por dëzua dhe dënu me vdekje nga gjyqi ushtarak në Prishtinë në verën të vitit 1927. Me 8 shkur të vitit 28, forcat e Osmës në malin e Bukshit të rëthurën du përleshin me shorë. Pas një qendrejës teorike, grupi i Duës vrad 10 armes dhe ranë herokesh në fushën e nderit Ndresa, Shabani, Nikola, Dema e Frendi. Natën në mes të 13-14 kushtit 24, u inskenua vrasja 4 mësuesve patriot në kufim e Shqipërinë. U vranë, Ramadan Millaku Kavimia, gjimnazist i Pes, Tajek Dushit, Jarja dhe Dushit nga Dushit, pashtu gjimnazist i Pes, me Alem nga Drenusi i Bokshit, drejtori shkollës fillore në Kiel dhe Ismail Balen nga Izdiqi, mësues shkollën fillore në Ujmir. Të ngjarje, lanë gjurë dhe erdhen demonstratët e para të vitit 68. Rëndësia historike të demonstratët 68-ës, centrale faktin, se ato kanë trasuar rrugën për ngjarjet historike që ndodhen më vonë në Kosovë me 1989 deri në 1999. Në mars të vitit 89, u bën demonstratë mëdha të studentëve. Filloi një etapë e re, e përgjithshme, por e tërshme edhe mashtore. Vërtet shumë të rinj të tjerë u vranë, u plagosën, u burgosën, u helmuan, por le të jenë këto viktimat e një revolucioni modern kundër një pushtuesi mesetar. Këto ngjarje kanë trasuar rrugën për ngjarjet e pastajme, të cilat ndodhen në Kosovë. Përpjekja dhe lufta për të fituar lirinë nuk u ndalë. Lufta vazhdoi në vitet 1968-74 dhe në vitet 1989-1997, kur në nëntorin e gjakut të tamurit, nëntorin e liris, dolën në skenë të hapur ushtria shqiptare e Kosovës me komandant Adem Shajn e sa të tjerë. Dhe erdhi pranvera vitit 1998. Djemë të kësaj anës si gjithë Kosovës, luftarë të ushtrisë shqiptare u gjendën e male dhe istikame, përsërit të hamën në ty me flakë. Ushtria shqiptare e Kosovës u bë ushtria mare në Ballkan, u bë ushtria më simpatike, ushtri jo gradave dhe dhuratave, por ushtria një dëshire dhe vullneti patriotik e kombëtar. Ushtarët të Triman, të UÇK-s, me e parë, Bena Qoa kishin lakmi dhe ushtrit më të mëdha me përvojë. Përsëri gjokset para të këmbëve të armikut. Ishte kjo ushtria jo mare, e darë të kalitur me përvojën e baballarëve, për liri, por ushtria më suksesshme në Kosovës martire. Kjo pati dhe nderin të jetë ushtria finalizuese e lirisë shumë pritur. UÇK-ja u bë shpresa dhe fitura jonë. Për vetëm 2 vjet, nga dalja legale në skenë, në luftën e rikët e mashë dhe djemëtan dhe me përkrajen nga jashtë, ajo shkoj Kosovën nga barbarat sërbë dhe u radhin krau ushtri variate e shëndruar në trupat mbrojtëse të Kosovës. Dhe, djemë e luft e kishim vështirë, por ishim bashkuar në luftën tonë për liri. Prandaj të mos jemi sot bashkuar, kjo nuk pasjetohet as nga gjaku i deri dëshmorëve, as nga momentet që po mbretër Kosova, as nga gjeneratët sotshme të selesime, të cilat të analizojnë drejt historinë kombëtare dhe përpjekjen titanike që bën për liri në ballë me gjithë patriotët dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në shaj respekti dhe ndërimi për luftarët e qelisë, na duhet atje një lapidar, mashtor, monument i historisë. Kështu klinasin do ta rikujtojnë dhe ndërojnë amanetin luftarëve të shkuar të kombit. Ky shënim është edhe më madhor sepse përkon me shtetësinë e Kosovës për të cilën luftuan dhe ranë sa dëshmorë të kombit. Krim, 12 shtator 2008. Faleminderit. Doktor Sabile Keqmezi Basha dhe Kumtesa Organizimi i Rezistencës në Kosovë dhe Lufta e Qelisë. Të nderuar familjar të ardhëtarëve kombëtar, UK e Shaban Sadikut dhe luftëtarëve të tjerë të rënë në luftën e Qelisë. Të nderuar familjar të gjithë dëshmorëve të rënë prej vitit 1945 deri në luftën e fundit. Të nderuar të pranishëm. Pas ripushtimit dhe aneksimit të Kosovës me 1945 dhe pas ngritjes
kufirit ndërmjet Shqipërisë dhe shqiptarëve, çështja e Kosovës dhe e trojeve tjera që ngelen në nish Jugosllavi edhe më të tjetër të mbeten të pazgjidhura. Në kuvendin e Prizrenit 80 korrik 1945, Kosova edhe zyrtarisht do të aneksohej nga Serbia. Me aprovimin e rezolutës nga Kuvendi Federativ me 23 korrik 1945 dhe nga i Serbisë me 1 shtator 1945, çështja e Kosovës do të konsiderojë çështje e mbyllur. Pavarësisht se gjatë lançit ishin marrë shumë vendime dhe ishin bërë shumë marrëveshje për vetëvendosjen sipas vullnetit të popullit shumicë, ato jo vetëm që nuk u respektuan, por në mënyrën më të vrashtë u shkelën dhe u çuajtën kërkesa e vendime armiqësore. Kurse njerëzit që i përpiluan apo i përkrajan ato kërkesa u quajtën armiq të popullit, të cilët si të tillë u ndoqën dhe u përsekutuan. Të nderuar të pranishëm, aneksimi i Kosovës në Serbinë federale shënon manovrimin më dinamik slavo-komunist dhe fillimin e një tragjedie të re për shqiptarët ndaj kufirit. Shqiptarët e Kosovës, edhe përkundër sakrificave të mëdha që bën në luftën antifashiste, nuk përfituan nga rasti në përmbushjen e ëndrrës së tyre të çlirimit kombëtar. Ata, pas legalizimit të riokupimit në kuvendin e Prizrenit, u detyruan në të ndiqen një politikë më ndryshe dhe më të pranuar në kohë e hapësirë. Duke parë tradhtinë e madhe që ndodhi në kuvendin e Prizrenit, forcat atletare shqiptare u detyruan që të kërkonin përkrahjen, mbështetjen dhe bashkëpunimin e forcave demokratike në vendet perëndimore. Atletarët e shqiptarë, duke parë se tokat shqiptare por shqitnin dal nga dal në prehrin slav, filluan organizimet për të ju kundërvajnë qëllimeve lëvruese të tyre. Dhe duke ecur xhurmëve të nacionalizmit shqiptare, mbledhja bujane përcaktoi si synim madhor bashkimin e trojave shqiptare. Këto vendime që u morën në këtë mbledhje nuk ishin shfaqje e ndonjë nacionalizmi ekstrem, edhe pse më vonë nuk u përfillën vendimet e saj. Nuk u morën parasysh e drejta e vetëvendosjes së popullit shqiptar për luftën e sakrificën që bën. Periudha më vonshme provoi se ky coptim ishte burim kryesor i pakënaqësisë që ndodhen në popullin shqiptar. Në këtë periudhë dhe në këtë krysni të vazhdueshme, lindën dhe vepruan forcat atletare që në mënyrë të organizuar, nëpërmes organizatave ilegale, artikuluan qëllimet e kërkesat e veta supreme të cilat ishin çlirimin e Kosovës dhe bashkimin me shtetin anër Shqipërinë. Në këto momente kritike të historisë, atletarët shqiptarë ende zotëronin një potencial njerëzor, si në aspektin politik, ekonomik dhe në atë ushtarak, i cili pas padresimit të shumta po vije në veprim për të ndryshuar situatën. Pas formimit të Komitetit Suprem të Kosovës dhe Adem Llavicës me 1 dhjetor 1944, lindi ideja që në Kosovë dhe në të gjitha trojët shqiptare në Jugosllavi të formohen organizatat dhe grupet më të vogla të rezistencës shqiptare. Në këto vite, nga populli i okupuar formon organizatat më të fuqishme nacionaliste siç ishin Lëvizja Nacional Demokratike Shqiptare me në krye Hajdar Planin, Besa Kombëtare me profesor Ymer Berisha, organizata numër 2 e Ajet Gurgurit dhe Këshilli i të 12-ve me atletarin e shuar në krye Uk Sadikun e disa të tjera më pak të njohura. Në këto rrethana momente historik, shtroi nevojën e domosdoshme për mbajtjen e një kuvendi të ilegales shqiptare, ku do të bëjë bashkimi i të gjitha grupeve ilegale me një qendër udhëheqëse ushtarake politike për veprime kombëtare, bashkimin e trojave shqiptare. Nga një takim paraprak i njësive udhëheqëse ishte caktuar vendi, fshati Dobërdak,
dhe data e mbajtjes muji gusht. Profesori Mer Berisha në bisedë me Uk Sadikun, situatën politike në ato anë e vlerësuan si të mirë. Andaj, si pas shumë autorëve, thuhet se kuvendi do përdoli të mbajnë me 4 e 5 gusht në 1945. Me këtë datë kishte filluar tubimi i madh i ilegales shqiptare në malet e Martin Pjetri të fshatit Dobërdorit. Në të morën pjesë 19 grupe me përsjellësit e tyre, ndër të cilët edhe përfaqësuesit nga Rozhaja dhe Pazari i Ri. Gjithsej ishin 158 veta. Në mënyrë solene, kuvendin i kishte hapur Uk Sadiku, ai i kishte përshëndetur të pranishmit dhe kishte prezantuar profesori Mer Berisha si iniciator, ideor të lëvizjes dhe krijues të organizatës Besa Kombëtare. Dhe pikërisht për situatën politike flet vetë profesori. Kuvendi kishte zgjatur 2 ditë, proces mbas e këtij tubimi kaq të madh e kaq të rëndësishëm historik, duhet sekur se ishte shkodrania trime Maria Shllaku. Në mes tjerësh, në këtë kuvend u morë dhe vendimi që të formojë organizata politiko-ushtarake patriotike ilegale Besa Kombëtare, e cila do të udhëhiqej nga kryesia e përbërë prej 12 vetave, supozoj se ishte hera e dytë që formoi kjo organizatë, por me pak ndryshime. Kuvendi kishte zgjedhur Uk Sadikun në udhëheqës të sektorit ushtarakë, ndërsa profesori Mer Berisha ishte caktuar udhëheqës i sektorit politik. Ishte hera parë që në radhë të grupeve ilegale patriotike u emëruan komisarët. Kjo ishte dhe garanci se grupe do të veprojnë unanimisht sipas direktivave të udhëheqjes qendrore. Përveç këtyre, në kuvend u zgjodhen edhe udhëheqësit e sektorëve sipas parimit territorial, duke mos lënë emëruar edhe aty, pos udhëheqës ushtarak edhe udhëheqësit politik. Meqense se Kosova të Gagjini u ndanë 12 sektorë dhe u emëruan 12 komandantë dhe kaq komisar politik për të pasur autoritet edhe më të madh në fushën ushtarako-politike dhe për të qenë më afër popullit, ky grup u quajt 12 këshilltarët. Pas përfundimit të punës së kuvendit, grupet ishin larguar njëra pas tjetrës pa pasur as më të voglin problem. Të gjithë delegatët e kuvendit ishin shpërndarë me përshtypjet më të mira duke pasur posaçërisht një admirim dhe një simpati të jashtëzakonshme ndaj profesorit Mer Berishës dhe advokatarit Uk Sadiku. Pas përfundimit të kuvendit, delegatët ishin shpërndarë në drejtime të ndryshme. Ndërsa Ozna mendimin e disa personave kishte grumbulluar të dhënat për grupet ilegale, kohët e shturjes së tyre për njerëzit makti e shumë të tjera. Me 9 shtator 1945, organet e Oznës në bashkëpunim me ushtrinë jugoslave sulmojnë pjesën më vitale të organizatës në fshatin Njeshanic, prej nga sulmi bartët në Siçevë dhe në Drenicë. Lufta çeliste ishte ndodhur me 12 shtator 1945 në mes të luftëtarëve të qetës së Uk Sadikut, të cili u printe i vllai Shaban Sadiku, dhe brigadës 3 Bokelit të Kotorit nga Malezi. Sipas një dëshmitari që i kishte shpëtuar kësaj masakre slavoçetnike, Ali Metës, ai thekson se luftimet zgjatën tërë ditën deri në orën 21 të mbrëmjes kur filloi të binte një rebesh shiu, i cili e pamundsoi vazhdimin e luftimeve. Aty atë ditë nga qeta Uk Sadiku të vranë 32 luftëtarë, të cilit i printe Baci Shaban. Ndërsa për partizanët të vrarë dhe të plagosur, nuk kemi njohuri. Dëshmitarët e mëvonshëm thonë se edhe nga ta janë vrarë afro 200 e me 10 të tjerë janë plagosur. Sipas disa të dhënave, deri më tani janë identifikuar 21 shqiptarë të vrarë, megjithëse u përmendën emrat e tyre, por mendoj se asnjëherë nuk është mjaft të përmenden përsëri. Ishin Muja Ahmeti, Isuf Bajrami, Smail Hajdari, Sadik Lutani, Fetu Kella, Hasan Iftar Abazi, Adem Zenon Shala Çitaku, Recep Ismaili Kapter Recepi,
Tafil Murati, Metudini, Ramurati, Selim Sokoli, Pjetër Tom Berisha, Sef Sokoli, Mark Sokoli, Bajram Coli, Gjem Hoti, Musli Hoti, Isa Hoti, Rahim Rogani, Halil Rogani. Ndërsa, 11 të tjerë nuk ju dihen emrat dhe veç këtyre kishte shumë të plagosur që i mbjetuan luftës së Çelit. Duhet përmendur se kësaj masakre i shpëtoi shpëtimi Thamçin, edhe Shaban Sadiku për të vdekur nga plaget pas 2-3 orëve në shtëpinë e vet. Maria Shlaku për t'u ekzekutuar me vonë me 24 nëntor 1946 në prizrenin e bukur. Për të gjitha këto që ndodhen në Kosovë ishin të njoftuar me Toki Frashëri dhe Muharrem Bajraktari. Ishte krejtë e natyrshme që në fillim të shtatorit 45 nga këta të vijë një kërkesë për kalimin e forcave të rezistencës për në Greqi. Për këtë ekziston edhe një event tjetër e cila dëshmon se Uk Sadiku me luftëtarët e vet, më të ngushtë, po në këtë kohë kishte pas një takim me Muharrem Bajraktarin, ku shtruar kishte biseduar për largimin e tyre nga Kosova. Kuptohet, këtë plan nuk e kishte pranuar Uk Sadiku, por ishte pajtuar se lidhur me të do të merren mendimet edhe të krerëve të tjerë në kuvendin e Mirditës me dhjetë 11 shtator 1945. Ndaj kësaj kërkese reaguan shumë personalitetet të nacionalizmës shqiptare, por ndaj saj reagoi edhe Komiteti Qendror i NDSH-s me Selinë Shkop. Edhe pse shumë grupe, batalioni i parë dhe i dytë i ushtrisë popullore demokratike shqiptare e kishin nishuar Kosovën, konsolidimi i ri u bë shumë shpejt dhe në Kosovë pranin më tepër se 55 grupe ilegale, si dhe organizata patriotike politike. Me vonë pasuan burgosit, arrestimet dhe operacionet e vazhdueshme të reparteve jugoslave për Gjojan Thojza, pastrimin e vendit nga mbeturinët e reakcionit, si që quhenin ata forcat nacionaliste shqiptare. Ish Jugoslavia dhe Serbia mendonin se vetëm me pranga, me burgje e me dhunë do të arrinin të mbanin një popull të tërë të robëruar dhe në kolonizim të përjetshëm. Ata pandenin se me arrestime, me dënime drakonike, me burgime do të gjunjëzojnë një popull të tërë. Do të detyroja që të hesh dorë nga aspiratat e tyre shekullore për bashkimin kombëtar. Çfarë absurdi. Megjithatë, qëllimet dhe aspiratat e forcave nacionaliste vazhduan të jetojnë ndër shqiptarët si vazhdimsi e lëvizjes së përgjithshme qytetëruese properëndimore e qëndresës për çlirim të përgjithshëm kombëtar të mbështetur në traditat e çmueshme të lëvizjeve çlirimtare, themelet e së cilës u vunçën nga lidhja shqiptare e Prizrenit 1878 për të vazhduar edhe gjatë periudhës së luftrave ballkanike, gjatë luftës së parë botërore e deri pas përfundimit të luftës së dytë botërore në vazhdimsi deri në vitin 1999 dhe krejt në fund të nderuar pjesëmarrës. Ky dhe ishte qëllimi suprem i gjithë forcave nacionaliste shqiptare. E këtë amanet të përsjell, brez pas breze, gjenerat pas gjenerate, ja doli ta kurrëzoi me sukses, bija më devotshme këtij populli e dalë nga xhiri i saj i përflakur, ushtria çlirimtare e Kosovës. Ju falenderoj. Lufta e qeverisë qendi luftë frontale, më e madhja në gjithë rezistencën e popullit të Kosovës, mas luftës bashkërevolucionare së vitit 1944-45 të Drenicës të udhëhequr nga kapitalizmi. Tani, megjithëse më shtet të jam mirë dhe shumë i emocionuar që po përkujtoj një ndërgjarje të më tragjike e jetës time, do më ndohet ju evokoj, ju rishjeli disa episode të kësaj betejë kashtemore. Si sot 63 vjet, një grup i qetës Uk Sadiku, i Berberishës,
nga vjeshta e tjerë, u dislokuan në vendin e quajtur Qelia, në afërsitë së Qevës. Vidim nga normet e Lozicës, Guzbosit, dhe kemi pushuar dhe mund në afërsi të shafit Vllaj. Aty kemi pushuar pak, edhe jemi nisë Benit Gjurgjevikut për të informuar nëse u ka u kthye me shok nga takimi që ishte me Muharrem Bayraktar. Kemi ardhur Gjurgjevik. Kemi pushuar pak mbi shtëpinë Saligjokës. Shabani nuk ka lejuar asnjë njeri të shkojë në familje në Gjurgjevik. Vetëm dy vetë i ka porositur për të shkuar në informuar dhe të vënë ku nuk ishte informuar. U kthyer dy persona të vetë nuk dinin gjallë se unë ka u kthyer apo jo. Edhe kemi drejtuar për një vendin që u i saluar. Aty kemi arrit në një 3 kaleror na. Kemi rënë gjuhë. Në të zbardhur dritan, roje në ka njëftuar se qëshime të ushtëri në onën dhe rilohet. Jemi e njarduar. Shabate nësë ka konsultuar me shokë. Në kanë rrë të zhjithë dhe ka shkojnë të latën. Ushtëria vjetër dhejtë teshtë. Mundët që kjo ushtëri frontale të vide një distancë para për neshërë të thejë. Pra ndaj, para takuën në tytat e zjarit tonë, kush në të bëjtë. Dhe pa një gjuhë kush në tenë. Zonë pozicionet. Ato pozicionet ku ishim neve ishim një diqka se për natyre ishim përrua pasapat për vete. Ishim të thema mbi 1 metër. Ishim në formë zigzage. Kështu, ta mund që kuri ta bon gjeriu për lukë. Ushtëria ka dhe në formë kahri i ka dërmoni. Mund të isha reshti i 150 metra apo 200. Që gjithë të e forës që është takuar në gërë të zjarët tonë, është shri për tonë. Mas një heshtje të zjarët tonë, kanë sulmuar për tërhesh të vrarë, por jo në formë të organizuar, ashtu formë në grupe. Edhe ata jënë në kujduar. Lufta ka vazhduar bandër përën. Dhe ne nuk jemi dontuar derisa ka instaluar 2 mutaja të ramë në ndonën në gjellore të vendit në Këshillonë. Bombardimi tyre në ka dëgëruar me shumë pozicione. Atëherë jemi dontuar. Lufta vazhdoi nga mëngjesi deri sa toka u mbërua nga arsia. Unë e kam dalë nga dhe kohë kur kasatytja u ba sërë shqiptarë. Ata mund të ndradhe edhe njën i tjetërin, sepse nuk u pa rësirën, nuk u pa nëse kush kishe sërë apo kush kishe shqiptarë. Në këtë kohë, unë e jem zbarit kalmadorës, sepse isha kalmos në disa vena. Edhe depërtuar nga pluma, në 2 kratë dhe 2 kantë. Ashtu, në pa vedetije,
jam takuar një person. E kam njoft nga Roma, ishte Shabat Kadir. E kam bazë pasë Shabat, o më përgjej për organizatë të gjithë, se ishte takos për vekje dhe një plagë e kishte shumë të ranë në qafë, në zvesh. Më ka thapë për dore dhe më ka ujë. Mas një heshtje, ka nëzirë 2 bomba vleze dhe ja, më ka thënë ke arë, më kam thënë ja. Më ka thënë atë 2 bomba vleze, për që i shumë të arë. Dhe më dha, kishë të reze të primit të malë. Mas pak mi ka marë ato bombat edhe ka ndjerë robotin Gjermane 15 edhe më ka thënë e ke plakë. Në këto qasë e sitër më ka thënë ujë. Ujë doja dhe vetë, si shashto mua dhe vetë. Po ku të gjaja ujë? Aty ishte një pak burimi që vetëm një njeri e dite edhe dite. Dhe ku ishte Halista Deja, që e dite. Jam nisë në paverije, jam rëpullis një gërmin, sa funksionërujë pa ditun në duke të i, por dikur jam filluar dhe jam gjitë asaj. I gërmine, por këndar për Shqipër, ka shpërthuj një shëngi si me herë dhe gjyma, kështu. A i shqiri laurat gjak një shëta. Jam nisë me mendimin ten për vitë lutë për në gjurgjeli, kurse për fatë të jetës, kisha marrë mendimin e veriu, nga kishe i kushim. Në fakt një se nga tjetër nuk mund të asasa shumë e gjatë dhe histori, kam shkue si kam shkue në gjurgjeli. Nasë nesërmen, e të zënjeli, kam në i nate, aty, më ka marrë Hadila jeti gjetë Ahmet, ka bejtë arë sa vjeqë, më ka që të daja më njëm. Ajo është kapitull tjetër. Ajo ka shenë vdekje për gjërbit për muë, gjërë sa jonë bashkuar me u kësha dikur. Jonë rrëthuar 2-3 herë. Rëdhimi maj rëzikshëm për jetën time dhe të dajës ka qenë në shpit e Bekfilës. Ku shria kishtë mbulluar katullin, edhe shpit e dajës, une me rëbolin në kamë, me gishtin kamës rëbolës, gratë e dajës i këshim fshirë një qoshët murit atje, të vinja ishin në radhë në koma, unë përluja me jetën. Nuk kisha gajle të jetën që nuk isha i vdekur, por kisha haurin dhe familjes dajës, që të të bashkë ta. Për fat ka arë një kusharë, edhe më ka heqë atë ka punë që një herë, si më kështë hu nënë e malë dhe nënë e dajës si më shime. Edhe të ishin e rafë blokë, shtu për balë, certë i këtoj që jënë bajës, edhe në ujë, në rëpim, me i na. Ate, kështu që e ushtri vazhdoj një orë, sa dajti muërën të dy, dhe e përsërisë edhe një herë, Regjedia nga madhë për mu ka shenë për ato dhe pasë dhe djeri sa në hetoj ultra edhe u bashkojnë. Treja dhej, illegalisht, kam shmu në Shqipëri, e kjo është unë tjetër në falë një falë në lejë.
pranishëm, kjo akademi përkujtimore mbahet në patronatin e kryetarit të komunës së Klinjës, zotit Sokol Bashota. Kryetari Bashota, pas konsultimit me Këshillin Organizativ, kanë vendosur në shenjën deri e respektit për meritat e veçanta në luftë për sqarim e Bashkimit Kombëtar, dëshmorët e luftës së Çelisë post-mortem ti dekorojnë nga një mirënjohje. Andaj, i ftojnë familjarët që si pas radhës të vinë e ti marrin mirënjohje. Spari ftoi kryetarin e komunës zotin Sokol Bashota dhe luftetarin e gjatë të luftës së Çelisë Alibert Berisha për t'i ndarë mirënjohje. I maleve tona kreshtike ti luftove për shqipni etnike. T'hujt i jave gjithmonë me gjak, nuk pranove tjetër bajrak. Ftoj përfaqësuesin e familjes së dëshmorit Uk Sadikut nga Gjurgjeli Gujman, ish komandant i forcave të armatosura shqiptare, që ta merr mirënjohje. Dardani e vjetër Kosovë e re, ke qenë shqiptare e shqiptare je, dimër e verë e sët jetjeta, keme përshëndet me të ngjat jeta. Është thënie e të madhit profesor Ymer Berisha, alias Dorin Bullneti, ish udhëheqës politik i qetave shqyrtare për çlirin e Bashkimit Kombëtar. Andaj ftoj përfaqësuesin e familjes për mirënjohje. Ai Shabani si drangu, natje heret ko ka qu, shihet rini që ka pas ka thonë, në gjeshni armet e me shtremu, kërkuj vdekja në men mos me shku. Ftoj përfaqësuesin e familjes e dëshmorit Shabat Sadiku nga Gjurgjeli Gujman. Ka po shkon Marije Shklaku, rjedhin tokë asoj pika qaku. Nga një klasën shkatu një thonë, bosh atë zëtë të gjëllësis, mos t'i qesi marrë Shqipnis, të luftoj një sot me shkja, dhe matë embel për një s'ka. Ftoj përfaqësuesin e familjes Shklaku. Alo Smajli 13 vjet, ashtu e trimi pip një kam, qëtë fjamorin për mejdan. Një piska me pas ka bon, ka dalë ti më rëshka, se në Kosovë ben për ty s'ka. Ftoj përfaqësuesin e familjes se Alo Smajli, që në dhaja. Tash vjen një trim i vërtet. Smajl Hajdari dora vetë, thonë me këmishin e kamin njona, edhe qumsh i kalon në zona. Ftoj përfaqësuesin e familjes së dëshmorit Smajl Hajdari Berisha. Pjetët doma i Dobërdolit, zanat pushken ajma ka, tu luftu e gjithmonë me shka. Ftoj përfaqësuesin e familjes së dëshmorit Pjetët Tom Berisha. Trimi fort me veti bujare, ka e rokë rata shqiptare. Tek po vjen Sadik Lutani, luft atëm që e pat batani. Ftoj përfaqësuesin e familjes Lutani.
Çka po thot ai Adem Shala, u rrotrima mbi Tahora, u rrotrima mbi këtë ushtri, mos t'i lëmë me shpirt më kthy, por t'i bojnë pluhur e vi. Ftoj përfaqësuesin e familjes së dëshmorit Adem Shala Citoku. Po vjen trimi Sokola Beti, trimi furt i shpejt si zona, se ma trim se bon manona, po për shpije pa janë do, herë me pru e herë me va. Ftoj përfaqësuesin e familjes së dëshmorit Muje Sokola Beti nga Gjuzeliku i Madh. Quba të qoshtë. Hajtë. Vinë roganët e Jashanicës që ja kanë zanat Peticës. Dy drangoj aty janë qëllu, ne për lufta janë gatu, gjithë pështije të luftu. Bardheci, Uka, Sadiku e Galani, luftetar e të vrarë në peteja tjera, e në që li ranë, pra hem rogani, andaj ftoj përfaqësuesin e familjes se ta merë me mjojë. Njëherë, ftoj edhe përfaqësuesin e familjes se Halit Roganit që ta merë me mjojë. Tash po vjen Isuf Bajrami. Isuf Bajrami i Bajram Sadikut, trim i fort i qetës Qelikut. Ftoj përfaqësuesin e familjes së dëshmorit Isuf Bajram Sadikut. Tash po vjen Ali Zëqiri. Krejt me gjak trimi ala, fyt e në fyt të luftuar me shka. O, prit të Aljosh e Qarata. Ftoj përfaqësuesin e familjes e Ali Zëqiri Berishës Gjuzeliku i Madh. Jam të fort që besa Zotit, jam të bitë e Sadri Hotit, ishin trima e adëtar, i ndëron kombi shqiptar. Ftoj përfaqësuesin e familjes e Gjem Hotit për me mjojë. Njëherë edhe përfaqësuesin e familjes e Musli Hotit e Isa Hotit. Tet po vjen a i Fetë Ukella, i provu në lufta të thella, a i çdo luft që e ka po për me i dërë o dalë me shka. Ftoj përfaqësuesin e familjes e Fetë Ukellës. Sa lartë i shkollizoni kur vërtet Hasan Niftari. Po lifton trimi Siluani, ton shqiet i përhani. Ftoj përfaqësuesin e familjes e Hasan Niftar Abbazit. Tash po vjen një djalë i ri, fort luftoj ai për Shqipni, Marka Zepi i Zef Sokolit, një zot fort ai shuhe ma ka, hadal ti më shka, se shqiptar tash ki me pa. Ftoj përfaqësuesin e familjes se Zef Sokolit nga Jagoda, një herë edhe Mark Sokolit nga Jagoda. Ajme dini 13 vjetë, gjuhën një shki si shqyqetë. Kur pa më dalë e pa pushu, të vrashki e të shqitu, me tapilin e Ramuratin,
Bashkë me ta, Selim Sokoli fort I dulën zot Titrolli. Ftoj përfaqësuesin e familjes së Mendit nga Uqa. Ftoj përfaqësuesin e familjes së Selim Sokolit nga Uqa. Dhe thonë, hajde bashkëpunëtor. Bashkëpunëtar I tyre, në luftë kundër Drash Mihajlit. 91 vjeçar. Ftoj përfaqësuesin e familjes së Tapin Recep Muratit dhe Ram Recep Muratit, Uq. I vojnikut Zek Jetullahu, kurse hoqi pushkën për I krahu, se ky zeka pika burit, se që shtjell në palë të flamurit. Ftoj përfaqësuesin e familjes së Zek Jetullahu vojnik. Recep Ismaili Trindramu, ta në luftat I ka fitu, mirë në thumë për merë armikun kaptera Recepi Qetës Qelikun. Kemi edhe mirënjohje për familjen e Ganibokshit, familjen e Mehmet Boshnjakut, familjen e kapter Recep Adetit. Andaj, në qoftë se janë përfaqësuesit e familjes, le të urojnë për mirënjohje mbi. Alimeta në kam aque, me shumë pjak a I gjallë ka pstue, kam rritrimin gjurgjeri me gjak tokën të e vadit. Me u kështatikit kur janë taku, u rrjedhin gjët e janë përqaku. Bata u pyshka me të thanë, të thonë shokë në qeni I kam janë. Mirënjohje për të madhen Alimet Berisha. Një skeni bukur apo jo, pas gjarët të 3 vjetë, familjarët e dëshmorët e luftës së Sirisë I keni përballë. Andaj, kisha luft njerin prej familjarëve, pa protokoll, që ka me fjallën një përshëndetje vogël kështu. Nga familja e Aljosh Smolit Çanatas. Përshëndetje emër të gjitha familje. Në emër të familjeve të dëshmorëve. Aljosh Smoli ka vdekë Karanfa me 1 prill 46 për atë 4 vitesh. Ndërsa kjo është mirënjohja e parë që pas kaq shumë vitesh. Për ata unë dëshiroj, në mënyrë pak emocionale ta falenderoj. Në radhë parë, kujtohen në komunën e Klinës dhe komunën e Klinës. I falenderoj. Ju kisha lutë edhe për një përshëndetje ekskluzive kështu për Xhamir Zharkun, komandant Zorrin, kryetarin e komunës së Kaçanikut, I cili ndodhet aty në mesin e juaj, unë në mes të sallës, së bashku me bashkëshortët bagonen të bijen e Selim Uk Sadikut dhe me sa jam informuar edhe me djalin e Selim Ukës Kosovën. Andaj një dorë të kemi ju. Zonja e Zotërinj, të nderuar të pranishëm,
Lufta për shtërim e bashkim kombëtar ka vazhduar në shekuj, po vazhdon edhe sot. Lavdi të gjithë atyre që ranë e po bien në mbrojtje të Shqipërisë etnike. Lavdi të gjithë dëshmorëve të qytetës së UP Sadikut. Tash itinerari i Këshillit Organizativ është vendosja e kurorave me lule në vendin e rënjes në Qelia, atje ku sot e qartët e 3 vite me parë luftoj, rezistoj dhe u fijue qeta e UP Sadikut.